Në vitin 2004, Magdalena la shtëpinë e saj në Burundi në kërkim të një të ardhme më të ndritur në Australi. Burri i saj i parë kishte vdekur dhe kishte lënë me 5 fëmijë. Duke ndëruar për një të ardhme më të mirë për fëmijët e saj, Eveja vendosi të provonte fatin në një vend tjetër. Dukej se Magdalena kishte bërë zgjedhjen e duhur. Shumë shpejt ajo gjeti një punë të re dhe një vend të mirë për të jetuar, me ndihmën e një agjencie zhvendosjeje. Australianët e trajtuan miqësisht dhe i ofruan çdo ndihmë të mundshme. Fëmijët e saj nuk patën probleme me përshtatjen në qytetin e ri. Magdalena ishte gjithmonë mirënjohëse ndaj fatit për gjithçka që kishte ndodhur në jetën e saj, veçanërisht për faktin se kishte një shtëpi të madhe. E varur edhe nga punonjësa sociale që ndihmoi atë dhe familjen e saj të ndërtonin një jetë të re në Australi, Magdalena vizitonte shpesh agjencinë. Ishte aty ku ajo u takua me Adrianin, një refugjat i sapo ardhur nga Kongo. Megjithëse Adriani tashmë dinte anglishten, punonjësja sociale shpesh e kërkonte që të përkthente për Magdalenën. Në atë kohë ajo fliste vetëm Suahili. Gjatë këtyre takimeve ata ranë në dashuri me njëri tjetrin. Magdalena ishte e ve dhe kishte 5 fëmijë, ndërsa Adriani ishte i ve gjithashtu. Ajo mësoi se ai kishte ikur në Australi pas një ushtrie rebele që kishte sulmuar dhe shkatruar fshatin e tyre të vogël në Kongo. Nga ky sulm tragjik, gruaja dhe djali i tij i vogël kishin humbur jetën. Adriani nuk kishte më asnjë arsye për të qëndruar aty dhe vendosi të fillonte një jetë të re në Australi. Magdalena nuk kishte planifikuar të martohej sërish. Ajo donte t'ia përkushtonte jetën rritjes së fëmijëve të saj. Megjithatë, kur u njoh me Adrianin, gjithçka ndryshoi. Ai ishte i sjellshëm dhe i kujdesshëm, gjithmonë e bënte për të qeshur, për më tepër ai e pranoi plotësisht situatën e saj. Pas një farë kohë, Magdalena ra marrëzisht në dashuri me Adrianin dhe vendosën të jetonin së bashku. Adriani i trajtonte fëmijët e saj sikur të ishin të tij. Në vitet pasuese, Magdalena i lindi 3 fëmijë të tjerë. Megjithatë, ajo filloi të njihte më mirë karakterin e burrit të saj të dytë. Magdalena kaloi 2 ditë të plota në një ndërtesë të braktisur. Gjatë kësaj kohe, rrëmbyesit njoftuan burrin e saj se ajo tashmë ishte e vdekur. Burri i saj dërgoi vullnetarisht para. Vëllai i Magdalenës u trem nga zhdukja e saj. Ajo kur nuk i kishte treguar kur do të kthehej në Melbourne. Për më tepër, gjërat e saj ishin ende në dhomën e hotelit. Duke dyshuar se diçka e keqe i kishte ndodhur, vëllai i saj u drejtua Adrianit. Sipas vëllait të saj, ai kërkoi Adrianit $500 për të paguar policinë që të fillonte një hetim. Burri i saj menjëherë i transferoi paratë dhe madje shpreu shqetësimin e tij. Pas 2 ditësh të kaluara në robëri, vrasësit më në fund i thanë Magdalenës atë që ajo kishte ndëruar të ndëgjonte. Megjithatë, udhëheqësi i bandës kishte një këshill dhe një paralajmërim për të. Ai tha se ajo kishte qenë me shumë fat që ata ishin vrasës me parime, por jo të gjithë ishin të tillë. Sipas tij, Adriani ishte shumë serioz, ai e donte të vdekur. Ata nuk ishin të sigurt nëse kishte porositur edhe vrasës të tjerë për të eliminuar atë. Magdalena kishte vetëm 80 orë për t'u larguar nga vendi. Përpara se të linin në anën të rrugës, kreu i grupit i dorëzoi asaj një kartë kujtese. Ishte provë ku ishin regjistruar të gjitha bisedat telefonike. Në mes të natës, Magdalena e kuptoi që kishte shumë pak kohë në dispozicion. Për të, ky ishte një fillim i ri i jetës së re për të bërë gjërat siç duhej. Ajo nuk do të humbiste kurrë mundësinë për të parë reagimin e të dashurit të saj. Adriani dukej si një i ve i pikëlluar. Disa ditë më parë, kur vrasësit e kontaktuan dhe i thanë se Magdalena ishte vrarë, ai me trishtim i njoftoi të afërmit e tij se ajo kishte vdekur në një aksident në Burundi. Adriani kaloi tërë ditën në zi me të afërmit e tij. Shumë prej tyre që erdhën për të shprehur mbështetje dhe ngushëllim dhuruan para. Adriani dukej si një burr i shkatruar që kishte humbur dikë shumë të dashur për të. Megjithatë, doli se nuk ishte aq i lehtë sa kishte planifikuar ai. Më 22 shkurt 2015, Magdalena u kthye sigurt në Melbourne, më e kujdesshme dhe më vigjilente se kurrë. Ajo mësoi për funeralin e rrem që burri i saj kishte organizuar me Dina Këri. Rreth orës 19, ndërsa Magdalena ishte ulur në një makinë të parkuar përballë shtëpisë së saj, ajo vuri re burrin e saj duke shoqëruar grupin e fundit të afërmeve drejt makinave të tyre. Pasi ata u larguan, Magdalena vendosi se tani ishte koha e dur për të bërë surprizën. Kur Adriani mbeti vetëm në verandë, Magdalena ju ofruan ngadalë. Ajo do ta mbante mend për gjithmonë reagimin e burrit të saj kur e pa. Goja ju hap gjerë dhe fytyra ju mbush me frikë. Ajo vazhdoi të afrojë pa thënë asnjë fjalë.
Burri i saj filloi të fliste me vete. Ishte sikur po shihte një fantazmë. Kur u ndodhën vetëm disa centimetra larg, Adriani e preku në shpatulla dhe pastaj ai kërceu i tmerruar. Vetëm atëherë kuptoi se ajo nuk ishte një fantazmë. Adriani filloi të bërtiste, duke kërkuar falje. Në të kaluarën, Magdalena gjithmonë e kishte falur Adrianin për dhunën që ushtronte ndaj saj. Ajo madje e kishte besuar kur i thoshte se mizoria e tij ishte rezultati i traumës që kishte përjetuar në vendlinjen e tij. Ajo e donte dhe ishte gjithmonë e gatshme të pranonte. Por këtë herë ai kishte kaluar çdo kufi. Magdalena thiri policinë, me të cilët ishte kontaktuar paraprakisht, për të provuar se kishte të drejtë. Ajo ndoqi urdhërin e policit për të telefonuar varasësit. Ishte pikërisht atëherë që Adriani i bëri një rrëfim të plot, pa e ditur se rrëfimi i tij po regjistroi. Ai pranoi se kishte organizuar vrasjen. Sipas Adrianit, ai e donte shumë gruan e tij dhe kishte frikë se ajo mund ta linte për një burr tjetër. Ai tha se e kishte planifikuar këtë krim nga xhelozia, por pavarësisht se sa u përpoq, zemra dhe mendja e Magdalenës ishin tashmë të mbyllura për të. Ajo kishte mësuar këtë mësim në mënyrën më të vështirë. Magdalena ngriti një padi kundër tij. Me të gjitha provat që kishte, ajo e dinte që do të merrte drejtësinë që meritonte. Kur Adriani u soll për të marrë në pyetje zyrtarisht, ai kaloi disa orë duke përpjekur të mohonte se ishte organizatori. Ai tha policisë se nuk ishte i aftë për një gjë të tillë. Megjithatë, kur policia ndëgjoi regjistrimet e zërit e tij, ku ai pranon komplotin dhe arsyet pse kishte porositur vrasës për ta eliminuar gruan e tij, ai e kuptoi se nuk kishte më kuptim të gënjente. Magdalena ashtu si edhe policia ende nuk e kuptonin arsyen e vërtet pse Adriani kishte shkuar deri në këtë pikë. Më 11 dhjetor të po atij viti, një gjykatë në Melbourne e dënoi Adrianin me 9 vjet burg. Ai pranoi fajësinë për nxitje për vrasje, gjë që në dukje ia uli dënimin. Edhe kur u fut pas hekurave, Magdalena nuk arriti të kthehej në një jetë normale. Kur shtrihej vetëm natën, ajo vazhdonte të ndëgjonte fjalët e burrit të saj: "Vriteni." Ajo e di se duhet shumë kohë për të shëruar dhe ndoshta kjo kurrë nuk do të ndodhte. Megjithatë, Magdalena e kupton se ardhmja do të jetë e vështirë për të dhe për 8 fëmijët e saj. Ajo nuk pendohet për vendimin e saj për ta futur Adrianin në burg. Ai krijoi një mëkat të pafalshëm dhe besimi e dashuria e saj për të ishin zhdukur plotësisht. Megjithatë, ajo e di se plagët e kësaj traume do ta ndjekin gjatë gjithë jetës. Netet pa gjumë, kujtimet e frikshme dhe ndjenja e tradhtisë janë ende të freskëta në mendjen e saj. Ajo është e vetëdijshme se do t'i duhet shumë kohë për të rindërtuar jetën e saj, për të rifituar ndjenjen e sigurisë dhe për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e saj. Por pavarësisht gjithçkaje, ajo refuzon të jetojë në frikë. Magdalena e di se forca e saj për të mbijetuar nuk është e rastësishme. Ajo mbijetoi për një arsye dhe tani ajo është e vendosur ta përdorë përvojën e saj për të ndihmuar gratë e tjera që mund të jenë në situata të ngjashme. Ajo dëshiron të tregojë se asnjë grua nuk duhet të ndjehet e bllokuar në një marrëdhënie abuzive dhe se gjithmonë ka një rrugdalje, edhe kur duket e pamundur. Në fund të fundit, Magdalena nuk e sheh veten si një viktim, por si një luftëtare që mbijetoi dhe gjeti forcën për të kërkuar drejtësi. Për të, e ardhmja mund të jetë e pasigurt, por ajo është e vendosur të mos lejojë që frika dhe dhimbja të përcaktojnë pjesën tjetër të jetës së saj.